Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar mbi ngjarjen që në fakt ditën e sotme na ka shokuar. Vetëm një javë ju desh Kristit që të qëndroj brenda kësaj shtëpie dhe të bëj këtë dinamikën. Zarfi i zi mbërritur në shtëpinë e Big Brotherit, i lexuar nga Brikena, ka lënë pa fjalë opinionin. Do me thënë, ne kam thënë që është shumë e rëndësishme se si vllau i madh i shkruan zarfat e zi. Do me thënë, përjashtohet, eliminohet, pezullohet, etj. Kristi ishte i shkruar, i përjashtuar. Tani, përjashtohet do të thotë që Kristi ka thyer rregullat e Big Brotherit, ka thyer rregulloren dhe për këtë arsye është përjashtuar. Tani unë kam bërë një investigim, cilat mund të jenë ato rregulla që Kristi mund të ketë thyer dhe vllau i madh është detyruar për t'i dhënë përjashtimin. Se në qoftë se ai për shembull shkon në dhomën e rrëfimit dhe kërkon largimin e tij, atëherë nuk është rregull i thyer. As përjashtim nuk është me vetë dëshirën e tij. Çuditërisht, domethënë nuk ka asnjë lloj shpjegimi dhe unë jam interesuar për t'i mësuar se si janë ligjet në fakt të Big Brotherit dhe cilat nga këto rregulla Kristi mund të ketë thyer. Tani, në Big Brother VIP Albania, zarfi i zi thotë është masa më e rëndë disiplinore që përdor produksioni kur një banor shkel rënd rregullat. Më poshtë janë rregullat kryesore që kur thyhen çojnë në përjashtim të menjëhershëm ose penalitete ekstreme me zarf të zi. Tani, çfarë është me përjashtim që shkon? Dhuna fizike, ka goditje, ka shtyrje, ka kapje, ka hedhje objektesh. Edhe tentativa për dhunë konsiderohet shkelje e rëndë, përjashtim i menjëhershëm pa paralajmërim. Do me thënë, dhunë unë nuk e pash në fakt Kristin që të bën natën e mbrëmshme që të përjashtohet. Nuk pash që të godet dikëndi. E dyta, kërcënimet serioze, kërcënime me jetë, frikësimi drejt për drejt ose indirekt. As këtë nuk e pash, përkundrazi natën e mbrëmshme Kristi ka qenë shumë i qetë, ka qenë shumë i heshtur, ka qëndruar në vetmi, në shumicën e kohës ka qëndruar me Mateon në verandë, më thënë nuk është se ka patur ndonjë dinamik, ndonjë diskutim, për shembull ai dinamika dhe diskutimet i kishte 2 net më herët, edhe kur Rogerti u rrëzua te kuzhina, Kristi ishte shumë happy. Tani e treta, fyerje ekstreme dhe gjuhë urrejtje. Fyerje ndaj familjes, gjuhë raciste, seksiste, fetare, ofendime poshtruese të vazhdueshme. Do me thënë, këto i ka bërë të gjitha Rogerti dhe Miri, i bie që ato të dy që nga dashur të përjashtohen me kohë me zarf të zi brenda shtëpisë. Do me thënë, as këto nuk është se i ka bërë, ka qenë shumë i qetë. E katërta, zbulimi i informacionit nga jashtë. Tregimi informacioneve nga produksioni, sinjale, mesazhe, komunikimi fshet nga jashtë, shkelje shumë e rëndë. Tani këtë nuk e di në qoftë se produksioni i ka komunikuar Kristit një diçka dhe Kristi e ka keqpërdorur brenda në shtëpi që të përjashtoheshte me zarf të zi. Do me thënë, nuk kam dëgjuar gjë të tillë. Thyerje e izolimit, tentativë për t'u larguar nga shtëpia, ka përci muri, dalje pa leje, përjashtimi menjëhershëm. Tani këtu mund të ndalojmë. Mund të ketë ndodhur që Kristi mund të ketë hapur ose derën kryesore, ose derën ndoshta nga dhoma e rrëfimit dhe mund të ketë ikur nga dhoma e rrëfimit dhe ajo mund të ketë qenë përjashtim nga loja, sepse do me thënë sot është parë i shoqëruar nga produksioni. E gjashtja, mosbindja e përsëritur ndaj vëllaut të madh, injorimi i urdhrave, refuzimi i qëllimshëm i rregullave. Nuk i ka bërë Kristi këtë gjë, përkundrazi ka respektuar pafund rregullat. E shtata është manipulimi i lojës ose marrëveshje të ndaluara, marrëveshje për ndarjen e çmimit, strategji të fshehta jashtë rregullores. Nuk ka pas në fakt strategji, ai vetëm ka menduar. Dhe e teta, sjellje që rrezikon shëndetin, vetlëndim, nxitje e veprimeve të rrezikshme, përjashtim pa arsye. Shkelje që nuk përjashtojnë me njëherë, por çojnë në zarf të zi, është fjalori i rënd i përsëritur, prishje emisioneve, provokime të vazhdueshme. Zakonisht është shpërblen me nominim automatik. Tani, do me thënë, me zarf të zi, sipas rregullores,
përfundimi duhet të jetë, vendimi duhet të jetë përfundimtar. Tani do shohim se si do të jetë fati i Kristit, do ta zbulojmë të shtunën, por këto janë disa pika që mund të çojnë deri në përjashtim.